Shefja e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, Mimoza Pusari Lila ka deklaruar se ende nuk i kanë votat për qeverinë Kurti 3, sipas saj janë afër 4-5 deputet mangët. Për të pasur minimumin shumicës që nevojitet, tutja ajo tha se nuk ka pasur takime zyrtare mes partive, por ka pasur komunikime individuale me deputet që mund të ndikojnë në formimin e qeverisë. Pritjet janë që të kemi një qeveri nga mandatari e kryeministri aktual Kurti, e cila pritet të marrë të paktën 61 vota, megjithatë në këtë moment, edhe përderisa po flasim ende nuk kemi konfirmim zyrtar mbi koalicionet e mundshme, duke marrë parasysh që numri i deputetëve në grupin ton parlamentar është 48, 8 të tjerë janë nga komuniteti jo shumicë dhe një është nga nënkryetari Rashiq, që prapë bie që jemi afër 4-5 deputet mangut për të pasur minimumin e shumicës që duhet pasur, deklaroi Pusari. Përpjekjet do të vazhdojnë, nuk ka pasur formacion zyrtar të takimeve mes partive politike, më shumë komunikime me deputetët, por sa në cilin do formë ose në cilin do rast e shohim si të domosdoshme një funksionalizim të plot të institucioneve të vendit vijoj ajo. Ndër të tjera, deputetja Kusari Lila tha se edhe në rast se i kanë 61 vota, prap do të ishte një qeveri gati sa të themi e pakicës. Për plasive të mëdha për aeroportin e Vlorës, Bejgjet Pacolli ka reaguar sërish me anë të një statusi në Facebook. E vërteta vlen më shumë se zhurma, shumë kam shpresuar dhe jam mburur kudo për civilizimin e shqiptarve, jo popull që për shekuj i ka përballuar sfidat me nder dhe punë, por sot shohim diçka të dhimbshme. Dikur krenoheshim me punë, sot me gënjeshtra bukur të formuluara. Dikur thoshim, mos gënje, thuaj të vërtetën, sot nëse nuk e njen përgatitur të vuash. Dikur njerëzit kërkonin të vërtetën sepse ajo udhëhiqte, sot shumë kush nuk do as të dëgjoj sepse e vërteta nuk i shërben interesit të ditës. Besimi tek njerëzit dikur një vlerë e shenjtë, sot shpesh pas jo më mirënjohje, por me mashtrim, tradhtie dhe forma të shëmtuara të përfitimit personal. Kjo është fytyra e shoqërive në tranzicion. E vjetra është rrëzuar, por e reja ende s'është ngritur. Shumë duan të ngjiten lart, pak duan të ndërtojnë themele, por ka një të vërtetë që historia nuk e shkel kurrë. Gënjeshtra sundon ditën e sotme, por e vërteta sundon të ardhmen. Unë dua të krenohem me punën time të sinqertë, dua të vazhdoj të besoj tek njerëzit, jam ngritur duke ndërtuar themele, me të vërtetën unë synoj të ardhmen time dhe të fëmijëve të mi, unë zgjedh të shndroj me të vërtetën, se pa të as zhvillim nuk ka as dinjitet, as shqiptari, ka shkruar ndër të tjera Bejgjet Pacolli në këtë postim të tij në Facebook.